Jena lëmtingoj të kësaj këngë për ta pranu edhe një telefonat. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe avne. Përshëndetje, mirë mbrëma, mirë që gjitha. Avne, qaj ki punë si kaluva e ludha? Mirë, faleminderit na ka pak. Si jeti ja vlodha se ka lodha. Edhe vetë që shto se gjithë. Punë shpe, mramje që të Si, në mision mirë, lem për zuti. si pi kalem me këta dëgjues mrekullush. Për zotën mirë, nuk o keqë. Mirë, Inshallah o mirë mirë. gjithmonë. Nuk ba mua në ku, kur dëgjus janë të mrekullushëm, ka telefonata, ka komente, ka shkrime, super. Veç inshallah kanë shnetën këta dhe na mirë, është mirë. Është mirë se ti je në kryt kolonës, e gjithmonë ai në kryt kolonës mundet edhe me shtramu, edhe me drejtu. Pua, E sa ti je në kryt kolonës, unë ato e besoj që ka më shku mirë. nuk e di, ato më vlerësani jo, nuk e di për zotën, unë nuk po tham kur gjo. Kryesore mirë, çdo gjë në rregull, derisa kështu është duke shku super. Shikueshmëria është shumë e mirë. Dëgjuesit janë të kënaqur me emisionet tona, me muzikë, me tema. Nuk e di me mua janë të kënaqur, po si do që t'jetë. Besoj që po. Edhe unë e shoh se vinë për çdo ditë dëgjues të ri, na shta bën një koment edhe që thëjmë tash na që po të na mrapa perde dhe rreth. Dhe më thonë, mos më pëlqyje, dhe më thonë, moderimi jëtë, ata nuk vinë. Edhe këta që janë kanë një kulturë shumë të lartë, edhe sillen mirë, se të vlerësojnë. Edhe vlerësojnë veten, edhe familjen e vetë, po edhe kanë respektin ndaj teje. Faleminderit shumë, avni, respekt, shpresoj edhe unë që me të vërtetë na dëgjues të rregull i kim pe i ditës parë, por ka shumë dëgjues të ri që çdo natë po janë bashkë me neve. Apo Lule, një, unë, ti je, unë të thash ti je ajo kryesorja. Për zotin, që është dhosh hapsin ti, dhe me thonë edhe dëgjust. Qita që janë nuk po thamë, se këta e kanë një qëndrim tjetër, e kanë një rregull familjar në shpit vetë maskorit, tani dihet njëri gjithë çka dihet, po shumë dëgjues që kanë insistu, dhe me thonë mi bu një formë të lavoje këtu, nuk kanë gjetë mundësin. Nuk kanë gjetë mundësin, se te e konë që, e ditë që nga drenisa thëmë ja ke prejnë sëmë, tak, tak. E ty të lumë për moderimin që e banë, edhe tamam ajo tema që e ke zgjedhë sonte përshtatet me qëndrimin tanë. Je besnike edhe je krenore me ato çka je. faleminderit avni, për me qenë një medium i pastër, për mos me pas probleme, për mos me pas nga trejsa sharje edhe fyrje në mes dëgjuesve, dohet me kanë disa regla në medium. Kështu që ne i pej ditëve të para, edhe tash edhe që shumë e shumë muaj je dhe vetë në staftonin, ne e kemi marrë këta, se ne e kam cek 100 herë edhe e din shumica, po ndoshta edhe dikush nuk beson, por ne jemi në medium që vetë financohem, edhe nuk jemi të nëvarur nga askush, edhe nuk dojna të jemi nëvarur. Tjetër është ata që dëshirojnë në ndihmojnë, por asësi të jenë ata që dëshirojnë të ndihmojnë, të jenë partjak apo të jenë edhe të fejs. Kështu që për me kanë një medium që është juni është këgjazar, se mediumit edhe pranarët e mediumeve tjera i këqyrin interesat e veta personale, edhe nuk ju interesën as pak dëgjusi apo telefonusi. Dëshirojnë të kenë shikueshmëri, po edhe përfitimet veta, pra këtu vërca, për këj gishta se të s'po më sheh, e këto probleme që na ato nuk i kena, edhe pse ndoshta nuk jemi që kemi, edhe neve na vjen ndihma, se e para është që ne çdo herë kam thonë dhe tham
me knaci të kisha pas një moderator apo moderatore të paktën për 2 herë në javë të më ndroj mu, kështu që nuk ka të gatshëm, ne do vazhdojmë, ne nuk do të ndalëm, ne kemi pas edhe shumë e shumë sfida edhe matrona, se kjo është hobi jam, që kam pas mëti këtë hobi edhe dhosh Zoti mu ka plecu dhe kjo dëshirë edhe të betona që ku ja ku mësy. Gjithmonë e kum qky dhe nuk im dërzua si herë dhe nuk do të dërzohna as një herë, me përkrahjen çdo herë të familjes time të ngushtë, po ashtu edhe të dashamirëve si që edhe ti, në këtë rast edhe dëgjues tanë që na përkrahin, edhe kemi dëgjues se me të vërtetë është naci kur e shoh numrin që ka rrit gati 29.000 që na ndjekin 29.000 ndjekës të kesh për 2 vjet ende se kem është krenari për mua dhe për stafin tim. Kështu që ne do vazhdojmë të jemi këta që jemi, mos të mojmë anën e asnjë partije, as kur gjafet por të jem neutral, pa tolerime, pa sharje, pa fyrje, me tolerime, më falni, do t'i tolerojnë diçka gjana, po asnjëherë të sharjet e fyrjet edhe ofendimet. Kaq. Lumt Lule. Atëherë, a do të kyqesh në tema apo jo, Avni? Po, më rëso problem. A është gabim të jesh gjithmonë i drejtë apo i sinqert, Avni? Gabim nuk është, ti është i drejtë edhe i sinqert, ai që është domethënë i sinqert edhe i drejtë, ai duhet të jetë krenar me ato, domethënë tash varet edhe njëri që e merr, po tonë flasin domethënë për sinqeritet, për respekt, për krenari, po ka shumë pak sen, ku në sudit ka shumë pak, fatkeqësisht. Se besa e krenaria e respekti janë ku gjithmonë të shqiptarët. Çka me thonë? S'po vazhdoj kur gjë. Shumë pak sa dhe fjolla që jipet mbahet, Avni. Shumë pak respektin që e jep Avni e merr prej njerëzve. Kështu që dhosh Zoti të bëhet mirë edhe çka me thonë të çka. Nuk po thamën të çka më shumë kur gjë. Shpresoj se kuptove. Po mëre, Lule, të falenderoj shumë. I përshëndes gjithë dëgjuesit aty, në veçanti e kam Cemlla Ushën, edhe Wilson Prenën, janë 2 telefonues në Shkëlqym, edhe Abedin Drenicën. Abedini ka qenë më të sulajmëru, po është i përshëndetën pa më parasysh, e respekt për gjithë, Zoti i rujt, Zoti i bekoft, bashkë me drejtorin e radiozërit lirë, Lule Shamole. Faleminderit shumë Avni për këtë fjalë, respekt pa fund, Zoti të rujtet bekoft edhe ty me familjen tuaj. Të uroj argëtim të mirë vazhdim e dëgjohem në emisionet tona të radhës. Natën e mirë. Më fal Lule veç pak, një respekt veçantë për administratorin Rajen Goshi, familjarisht, Zoti i bekoft. Faleminderit shumë Avni. Natën e mirë. Gjithë mirat miru të gjushëm. Natën e mirë, gjithë mirat respekton të. Të dashur të gjuhë se kishëm pra edhe Avni Qerimin, administratorin e Radio Zërit e Lirë, edhe njëherë ju përshëndes të gjithë emër për emër. Kënga është veç në fund, por do të shkoj me këtë pikë muzikore, do të jemi deri në orën 20. I nalëm tingujt e kësaj këngët e bukur për të pranu edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe vendas. Përshëndetje, mi mrama dhe mirë si gjitha ju e vendas e gjithë dëgjuesit. Po si je Abedin, a je ludha që i ki hallet a dertë ta? Mirë, më ludha nga pak, po mirë, ka dorë Zoti mos njoh shneta, edhe të tjera të mirë janë. Inshallah, gjithmonë je mirë. Jo? Për Zotin edhe na qështu. Mirë, jemi mirë, po kalojna punë shpe si gjithë
Ti e din vetë, s'kam që me thonë. Na mërgjimtarët e kemi jetën e programunën, më në gjesqo, më shkum punë edhe kur vina në mromjet se dina as vetë. Po të në do. Abedin, a do të na kyqesh në tema, po qëfar do të na thuash? Që shtuja kem shkru vetet edhe pak në kanë shkruaj nalt. Valloj. Pak ja kem një mu, që shtë. Qëre, mi pas që të kushte që i kena këto, që të punë se gordë, që të sigurin, shëndetësinë e dësane, nuk na ke shkru kërkosh, po këshum najt atje ku kemi lindë dhe ku jemi rritë, por fati na ka munu gjdo herë ne si shqiptar, jemi ka gjdo herë të ndjekun e të vranë, të grinë, të masakrun, të rëbnun, kështu që u dasht për një jetë më të mirë edhe të emigrojmë dhe të jetojmë gjithmonë deri desëm me latë për ftyre. Po që kam me vonë, shkrume. Vilson Prejna, po thët Lule Shabani, përshëndet masugarin e Radio Zerit e Lirë, Abedin Berisha Drenica. Edhe ne përshëndet shumë këshin të Vilson Prejna, përshëndet se shoqnin atë gjithë Selmanin, po ashtu e përshëndes edhe një që me përshëndetje ma herët, e përshëndes në veje një sakon të gjithë ata që telefonuan, të gjithë ata që kyqen në Radio Zerit, të gjithë ata që telefonujnë, të gjithë ata që komentojnë, janë të përshëndetën nga ona ime. Faleminderit shumë Abedin. Lule sa për temën në thamë drejten, na jem, unë qëto vjeti kom bon, ju që kam të shumë, po qëto sa i kam, halon nuk kam dëgju një person të thonë që nuk jam i drejt, ose që i kom bon pa drejtësi dikujna. Gjithë mu na thëmë jem drejt. Edhe kur si jemi drejt në atë moment, na pra bohëm drejt. Vetën e lojmë gjithmonë në drejtësi. E kështu që përderisa na nuk e pranojmë një padrejtësi që ja bëjmë dikujna, na i kemi shku që shku që sa shti. Edhe shumë herë, këm dëgju një fjallë, të ishin plesht i drejti del në salamet. Kur del i drejti në salamet, po plakët një e vitit po ikin. Nuk e di, ama këtë fjalë të moshuarit e kam përdur gjithmonë. Rëj drejt se s'thub zoti, kam thonë, edhe i drejti del selamet, o shumë e vërtet. Po nuk e di, a kam pas që i kam përjetu nështë dhe, qëre, Abedin, njëri me 3 i përbalan ka gja shumë gjana. E përbalan hjeken, e përbalan punën, e përbalan mërzin, besa e përbalan edhe smundjen, e përbalan edhe zhgënjimin, edhe rant, edhe dallaveret, edhe gjdo gjan. E kur të ban një mush, njëri nuk më një përbalan, ndoshta qatë her i drejti shpërblehet. Nuk e dihet. Nuk e kemi përvu, se me qenë se ti e majri se unë jam këtë mushën e mesme. Por ndoshta edhe unë kur t'i baj, me qenë se nuk jam që nuk jam zhgëny shumë, jo pak, po nuk po tham, veç pak ka njerëz ndoshta që jam zhgëny nga bamirësia edhe sjellja jam, edhe sinqeriteti jam, edhe karakteri jam, unë si Lule Shabani. Po deri sot, nuk po tham që nuk e kom prit një të mirë nga ai që na ka falë, ati ku shumë falë. Se ndoshta ka mujtë edhe diçka ma keq me kam, po me ndihmën e tij, me forcën e tij, me unë që besoj të ai, i kom kalu ndoshta këto gjana shumë trana në jetën time. Kështu që tham, kur nuk ba me hub shpresën, se e mira vanohet po s'harrohet. Edhe të na besoj që ndoshta në këtë dyja do shpërblehëm, po ndoshta në këto jo në tjetërën gjithçysh. Du më shpërblynë që tonë, se në tonë nuk e di që kam pret. Ku për mu? Prit se ti me 30 vjetë, ku po do mu shpërbly? Halo, s'ke përjetu shumë ti, halo? Qakim është gënyi ti, qakim e një, qakim e po, venda. Unë të thamë drejtë nuk po shgënyi e në hëtë. Po thua? Tëre, ma herë thaj një telefonu, kur po shkaj thaj në Kosovë, tha s'po më pret kërkosh, s'po më bje kërkosh, s'pi shkaj kërkujna. Po.
Edhe një koment të shkruajta, po nashon se keni po. Ju për Vallahi, zotin, se këtu që janë interesant kam qef mi lexu, po koncentru në kështu në pyetjen sene, po mikin komentet. Veç e alshoj sytë edhe ecën. unë jam dalë pak vulgur vetë. S'ka shumë vite. Por edhe kur jam dalë, nuk kom qu shumë pare dikuj, e për mja nalë tani mo një i keq. E mo një dhe në keq me thonë. Ti e dalë familjarisht, ato ke E kohë unë dhe jam pas dalë një po. komplet me familje. Po, Se e shumicën e vërtet. familjes i kom po jashtë, tash ka janë konë në Kosovë, i kom marë pas vete. Por tham drejten, mas shumë të janë të jëndu njerës për si të arsye, se për pore kanë qu pore, dikur nesen me nërë pore dhe me tha kom qu. Një dytën kom qu pore, kom mojt me pore, kom mojt ton. E që kje valaj për i larga njerëzit. Unë asë të pithan kujrat kom mojt me pore, asë kom qu pore, ton kur po shkaj, po më presin, po më vinë, pjo shkaj, po dalim, po rrim, po hojm, po pim, edhe po knjoshta. Ata merr menja se nëse nuk ja përmenëm, unë po tham nuk ja përmenëm. Nuk po tham ja përmenim, po nuk ja përmenim, me qenë se edhe vetë jam mërgjimtare që 28 vite. Edhe ne kemi pas familjare dhe kemi familjare atje edhe u dasht nuk u dasht minimu, po çdo herë edhe tash nëse është nevoja, pse jo njëri dohet minimu dhe familjarëve edhe njerëzve që ka nevojë. Ata mërmenja mos me ja përmen, të kum qu, të kum nimu, të kum qu, të kum nimu. Do të ishte ma e arsyeshme edhe do të kishin prit edhe ma me qef, edhe ma me një respekt, edhe ma me një knatësi, edhe mërgjimtarët. Me qenë se mërgjimtarët e kanë dau bukën e thmive të vetë, shumë, edhe e kanë qunë Kosovë. Edhe kur ardhë funi, ju në zhgënjy edhe se ndoshta ja përmenen dhe për këtë arsye edhe ju në largu edhe si familje. Familjarët me familjarë, vlau me vlau me mbutër, nuk po tham me baba me nana, ata nuk janë, se nuk baba nana nuk dënë me interes, veç vlave tjerë, pasha zotën, e motra edhe me interes dojnë, po nëse nuk ja përmen, ata që ke bon, për ta, ata mërmenja që do të shkon shumë ma mirë. Shumë ma mirë është, se ti nuk e ke bon me ta përmen, edhe me të nej gjithmonë kom ty që ti e keni mu një familje. Unë e kom një shumë për disa persona që kanë jetu në gurbeta që janë hala, që kanë donë vitet ma hershme. Unë e kom punu në gurbet 20 pa afti kom mojt. Ja, është e ronë që kja se nuk janë konë pa aft, po konë kuha dhe që të ota të fisoj deri sa fillu në mu punësu njerës, e me ditë që ka unë puna, me ditë që ka unë liria, e me ditë që shumë me dole me hinë. Na, lule, ka shumë për rretit, s'po thamë veç për rretit tunë, po për këtë Kosovës, si pasha zotën, sa ma furat veç në televizeri kanë po. Edhe është e vërtet, Që kjo mas shumë ti, i kalon njerës të mra, po se nësë kem pas drejt as me dalë dhe i vull. Unë jam ka i ri, po për ti familjarët e me, rreti jam edhe shumë mistie, përsa doje një pa. Po di që kanë hikë të orë dhe njerëzit në zezë, dhe të nejtë, ka 5-6 javë rrugëve, me thmim, në krame. Nuk thuhet aja fjali ko mojt 20 pa aftën e kom punu në gërbet, do me hon për 20 pa avë dhe një javë. Kjo ka pikë, për qilë javë. Kjo se unë për veti jam kundra që tyne personave. Se nuk jam ja hu pa tyne që ka një mu familjen e vetë, e ka një mu prente e vetë, vllaznin, motrat pa mërë prasysh, halali kuft. Po milion pa konë është të mos i përmen çdo herë. Unë jo, personalisht, për që ata edhe bona këtë pyetje, se unë jo, personalisht që kanë ndihmu shumë, po edhe kur t'ja përmensh, ti thush gjithë vallat kum një mut, kum mojt për zoten, njëri është eksplodon edhe nuk dënë me t'i pasytë edhe në thët, po nëse është aja në stradinit, aja thonja s'po shkoj ma katë që me të vërtet e ka shkruar edhe Vilsoni një koment, po e lexoj, Lule Shabani, qatë dit veç mendja me më shku, m'jau përmen haram me qufshin ata që e kam ba, se me ju
se ne ju kemi dhënë familjarëve tonë e ju njerëzve të huj. Është shumë e vërtet e respekt për ty Wilson, po ju kemi dhënë edhe njerëzve të huj. Për zotin edhe pa njoft, pa ditë edhe vetë unë kom pështu jetë njeriut që sot është një jetë unë që pe që të hujt e kam dimu, por edhe zoti i kuft halal pej meje edhe pej zoti, po nuk duhet mi përmen. Të paktën mund me thonë kum bo mirë, por pa emën edhe nuk ban njerit personalisht ati personit që ja ka shtri dorën kur ka pas nevoj t'ja përmensh gjithë të kom një mu. Të lullën e shumicën e dëgjuesve njeh shumë base të emisionet, por e kam me respekt për gjithë, ama Wilsonin një edhe kështë. Jemi rritë bashkë, jem kushtin bobe bavgjësh, e une për veti mu bobo jam ka të regu për bobën e Wilsonit. So nësë kom mujtë e më rinjë atë ku, kur ardhë pe Gjermania në atë ku, ju vishë thmive të vetë, e të lëmime vllaznive. Po djemve të miqës që i kanë, ju ka prun vesh mothje. Edhe kur unë atë person kom nejt me Wilsonit me qindra herë, besa si kur ka lesha ka dyrë të më nalë kënë rrugë, adin u nalë që atë furë me ta, hajde o lësje, me ka 2 juër, kënjas të bo lafe më abet. O kon shumë i respektushëm. Kur nuk ka bon lafaj me thonë si unë e kom prun shemull, ose i kom mojt, ose i kom qu porës, edhe me por i ka mojt shumë kane, shumë kush i ka morë, si ka këthy, besa në shara heqe, e se në kur si kom një. Për edhe unë jam rrit me prind dhe më honë bobën e kom pas në gurbet gjithë. Përsi i kom bo 3 vjetë. 9 vjetë se kom po bobën tem. Wow. Edhe kur o, besa së më ka njëftë. Se më ka lanë 3 vjetë, më ka gjithë 12. Nuk o kone leta ja ku, as për mu, as për bob tem, as për familjen tem. Jo. Por o kone i obligun me dalë, qashtu e kanë qitë edhe rëthonat, o me dalë, o me hinë përk. Si shumë tjerë. E mami e me dalë në gurbet, si kom me shku në burgje Serbisë. E fo zëtit nuk jem hekë. Për gjanat ushqimbore për shumë sene tjera. Por, si familje, e këshëm pos mërgimin. Baba vllaznia one, edhe s'na mbet kërkosh të shtëpia. A i kera u pëshmana bedene që i e arë në gërbet. Mira, pishman somë të i pikjerët e këthejnë. A i knaqëm pra. Pasha zotë dhe i knaqë të jam. I Të gjithë moment të mungon veni jam. Po, të i po dësane, besën zotit, nuk po ma merë menja, so në kësha mujt me bo, me sa njerët. Se në këfshin e gërsirë bona. Po, thminjët e mes po kam qef mi bon që shështë. E për që të arsye ringur vetë. Që sa vjetë jam orë që tëtë për tëtë goti i baj, nuk e di, shamull i kom qofë mi në shkollë, nuk e di që janë arë një herë, o kom pos probleme, di kana po me diçka. E që kje po në ashtë me nejtë të neve. Se në më qatë dhe si të bëhët veni jurë, me pos një sigurimat mëlle, me pos mjekësi, me pos arsim që shduhet, edhe anë me gjithë qef, i marë fëminë dhe këpina kësë. A thu, si pas teje, a do t'vjen, a ja ditë? Parashikim. Na shpresuim, dhe dosh zoti që na vjen që aja ditë, po me sta njerëz që po na uheci neve, unë vje kesi po një të po dalën të politika, se qëta janë të najë po si ditë.
Jo. E kush ka me ndryshu këtë gjë? Duhet me ndryshu populli. Edhe duhet me dalë njerëz të shkollun, njerëz të ri, gjenerat e re. Jo me na udhëheq një djalë shpioni ose një djalë anej, sa në kesh me thonë këtë fjallë. Po me na udhëheq një djalë ose një vajzë e shkollume e një familjes të pastër, që atëherë edhe populli me po si kush po na udhëheq, edhe me shtrëngu pak shtyllat kryesore të shtetit, atëherë edhe na mund na mokti. Nëse zatetëm atë ku mjerisht po thetë avni qërimi. Nuk më me thonë si kur. Nuk Jo, më me jo, thonë si kur. ai ka thonë për veti, jo për ty, se ti je i ri. Jo, nuk më me thonë se kur, se nuk e dijet, po ndryshojnë gjonat. Nuk e di. Shpresojmë. Torë Zoti. Dhash Zoti, që të bëhet mirë, të paktën për ata që jetojnë atje, tani edhe për neve, edhe 2 dita që edhe ne të paktën bilin pleqni të shkojna edhe të shijojna pleqnin në vendin të unë të lirë, të sigurt edhe kështu. Qa me thonë? Nëse nuk shkoj deri në pleqni me jetu në vend të amin, asa atëherë më të shkusha. Po thua? Pasha Zotën, po, qka po vyna e pleqninën e me jetu vetën, apo krejt mija tani mesin në gurbet? Kjo është arsyeja e shumë prindërve që me të vërtetë nuk mujnë tani, se bolli kena pas edhe i kena na çdo herë prind të unë, ata që kanë gjallë, po thamë edhe për nonën time që 36 vite është me lot për fytyre për fëmijët e vet. Edhe na nuk mujna mi lanë fëmijët në Gjermani për shambullon edhe të kthejnë atë jetojnë në Kosovë, me kanë, me kërkan, po t'jem ofër fëmijëve të mi, kështu që çka na me t'jitë vetë, kur t'na qojnë sanak edhe të lisat. Besa ju i keni dhe lisa, i keni këgjahia të. Ku për mu. A neve si t'in didhin a rrët. Ma mirë ju s'nertne. Neve s'na rrug dile kur, kemu mërdhi. Misën tuk, mise, ku shuja vetën. Mos me menu njëre nej. A vetëm më të falenderoj shumë aji për një kong. Muj me nis një, musha me kry. Sa problem, mjafton aq sa dëshiron edhe aq sa mon, në strap, sa t'jesh i gatshëm pse ja na disponosh pak. Faleminderit shumë. Shkojna. I qeshta i gjonge i kuqe i bardh, nga beteja e sjellë haberin, e unë përmes i bjeshke si bie, filli vetëm pa luftetarin. Si dori i lash legendash, a i po vjene me vrab drejt pragot, asuj varia e valebones, nuk ja lën reket e gjakot. O, ja ku peri marë ku je, trasin amanet me piskam, 30 krena i ke pre, me 7 plak porin e kam. Ja ku peri marë ku je, trasin amanet me piskam, 30 krena i ke pre, me 7 plak porin e kam. Ndalë dori unë shtek të borit, shkume nga goja e hinë ngelima,
Beti trimin fusht me i danit, gjakun e ti e pin lendina. Rin beshtet si shkrembi mal, rjedhe lumi vale gjak, syti kam bi vatanin, Jakub feri me bajrak. O, Jakub feri markuje, trasin e malet me piskam, 30 krena i ke pre, me 7 lap porin e kam. O, Hashim faci markuje, trasin e malet me piskam, 30 krena moj ke pre, me 7 lap porin e kam. T'lumt vendas, respekt pa fund. Faleminderit, respekt për juve, Kënaqsh gjithmonë. bashkë me juve, e respekt se herë, se nuk e di që jam një anena, Super, pasha zote fort veç mirë. veç kënina dhe të vija bordh jam një. Allah, po se kjo don të unë nalte ka po e vërteta, ama shumë bukur e një. Faleminderit shumë vendas, respekt. Shumë faleminderit, respekt për ty, respekt për stafin, respekt për dëgjuesit, zoti rujt kudo që jeni, e mirë dëgjofshin në emisionet tjera. Faleminderit shumë, zoti të rujt bekuftë edhe ty me familje, natën e mirë, gjithë mirat vendas tonë. Natën e mirë. E kishëm pra edhe vendasin Abedin Berisha Drenica, ku falenderoj për telefonatën, për bashkëbisedën, po edhe për këtë këngë të bukur që na këndoj. Unë të shkoj me kitë pikë muzikore që ishte duke shku dhe pasoj do tjetë kënga që e kërkoj pikërisht dëgjusja jun Kismete e Malaj.